Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku këtë ditë për të ndarë një letër të një grua se cila shpreh shqetësimin e saj për një zonë të Zvërnecit e cila i është shitur me të padrejtë një kompanie izraelite që ndërton një resort në këtë zonën. Protestat janë ngritur, të gjithë jemi duke ndjekur nëpër media se në fakt çfarë po ndodh në Zvërnec dhe sinqerisht mua më vjen shumë keq dhe apeloj deri tek kompetentet kryesore të cilët janë për këtë çështje që të mos të luajnë me vatanin e shqiptarëve, sepse dikur është e derdhur gjak për t'i marrë këto zona e sot t'i shesësh për interesat e tua, mua më duket shumë çnjerëzore dhe më duket jashtë etikës dhe traditës së familjes tënde. Dhe kjo shkon edhe adresuar drejt kryeministrit. Nëse ke vendosur që ta shesësh ti thjesht duke shkelur edhe dinjitetin tënd me këmbë, sepse nesër fëmia jote do të akuzon për një gjë të tillë që ti ja ke shitur gjysmën e gjakut shqiptar. Jo gjithmonë ajo para të bën të lumtur. Këtë rrëfimin ma ka shkruar një zonë nga Zvërneci. Ajo thot, unë jam një grua e moshuar nga Zvërneci. Kam lindur e jam rritur pranë lagunës së Nartës, thot. Për më shumë se 70 vjet kam parë flamingo të zbresin mbi ujë. Kam dëgjuar erën e kripur të detit dhe kam ecur në përshtigjet që sot po mbulohen nga tela edhe me gjëmba. Kur nuk e kisha menduar se në pleqërinë time do të shihja një ditë kaq shumë të rëndë, do të thënë një ditë shumë të vështirë, sidomos ato të cilët kanë lindur atje dinë se sa e shëmtuar është kjo gjë ta përjetojnë. Të shtunën në mëngjes të dola nga shtëpia me zemër të rënduar. Kisha dëgjuar se njerëzit do të mblidheshin për të protestuar kundër punimeve pranë lagunës. Nuk shkova për sherë, shkova sepse ajo tokë është kujtimi i jetës time. Aty kam kaluar fëmijërinë, aty kam rritur fëmijët e mi dhe aty kam çuar nipërit të shohin natyrën që Zoti i Madh na e ka falur. Kur mbrita pranë kantierit, pash tela me gjëmba që shtriheshin larg. Sikur po rrethonin jo vetëm tokën, por edhe kujtimet tona. Njerëzit flisnin me shqetësim. Disa mbanin pankarta, të tjerët vetëm shikonin të tronditur. Pak e nga pak atmosfera u tensionua. Dëgjoheshin britma, thirrje dhe debate. Në një moment pash edhe burra të maskuar. Nuk e kuptova se kush ishin. Në moshën time mezi dalloj fytyrat, por në të vërtetë maskat më trëmbën. Më kujtuan kohën që mendoja se kishin mbetur pas. Pa pritur, dëgjova njerëz që bërtisnin. Një protestues u kap me forcë. E pash me sytë e mi teksa e tërhiqnin zvarr. Zemra mu drodh. Gratë të pranë meje filluan që të qanin. Dikush bërtiste mos e preknin, të tjerët kërkonin ndihmë. Pastaj ndodhi diçka që nuk do të harroj kurrë. Në ajër u përhap një erë e fortë. Njerëzit filluan të kolliteshin dhe mbulonin fytyrat e tyre. Disa të thonë se ishte spraj me piper. Sytë më lotuan menjëherë. Edhe pse isha larg, ndjeva një djegje edhe një frikë. Një grua pranë meje u rrëzua. Njerëzit vrapuan për ta ndihmuar. Për disa çaste mendova se në të vërtetë po e humbiste jetën. Nuk e kuptoja se si kishte ardhur puna deri këtu. Ne ishim njerëz dhe jemi njerëz të zakonshëm. Kishte pensionist, gra të rinj dhe banorë që donin të dëgjoheshin. Po pse duhej të kishte aq shumë tension? Pse duhej të shihnim dhunë në vend të dialogut? Kur u ktheva në shtëpi, nuk mund të haja bukë. U ula në verandë dhe shikoja drejt lagunës. Dielli po perëndonte, por qetësia që më kishte shoqëruar gjithë jetën
nuk ishte më aty. Më dukej sikur edhe zogjtë të fluturonin shumë të trembur atë natë. Atë natë nuk fjeta. Mbyllja sytë dhe shihja përsëri burrin që tërhiqej zvarr. Dëgjoja britmat e grave, kujtoja gruan që humbi ndjenjat, mendoja për nipërit e mbesat e mia dhe pyesja veten se çfarë do të mbetet për ta nëse e humbasim natyrën që kemi ruajtur për breza të tërë. Jam plak, edhe nuk kam më forcën e rinisë, por kam ende zërin tim. Dhe me atë zë dua të them se askush nuk duhet të jetoj me frikën në vendin e vet. Askush nuk duhet të trembet kur ngresh qetësimin për tokën ku ka lindur. Ndoshta nuk do t'jem gjallë pas shumë vitesh, por dua që nipërit e mi të kujtojnë lagunën e nartës ashtu siç e kam njohur unë, të lirë, të bukur edhe plot me jetë. Jo të rrethuar me tela me gjëmba dhe me kujtime dhimbje. Kjo ishte dita më e trishtuar që kam parë në pleqërinë time dhe lutem që të mos shoh më kurrë në jetë një tmerr të tillë në tokën time shqiptare. Në fakt, ky është shkrimi që kjo zonjë e nderuar ka sjellur dhe më ka kërkuar që ta kem anonim, domethënë kush është njeriu, kuptohet sepse bëhet një presion i jashtëzakonshëm në Vlorë për situatën të cilën është ndërtuar. Mua më duket shumë kafshërore, me thënë të drejtën, veprimi ndodhur ditën e djeshme. Është jashta krejt normalitetit, është jashta çdo pike të qenurit njerëzore që realisht nuk mund të ndodhe tillë. Ti nuk mund ta marrësh zvarr një protestues i cili kërkon të drejtën e tij, i cili proteston për zërin e tij, për atë pronë, për atë tokë që në fund të ditës aty kanë kaluar ditën e tyre, aty janë rritur, aty janë larë, aty kanë kujtimet më të bukura dhe një kryeministër të vi dhe ta shes pronën për interesat personale të tijat, mua kjo më duket çnjerëzore dhe unë apeloj që protestat mos ndaloj pa marrë parasysh se çfarë presioni mund të ketë shteti kundër dritë protestuesve, por uroj që kjo protestë të vazhdojë dhe fundi a fundit ashtu siç u morë me gjak para shumë vitesh kjo pronë, më vjen shumë keq që edhe në vitin 2026 nga persona, individ të cilët nuk dinë të mendojnë dhe të ruajnë gjakun e tyre, atë që të parët tanë e lanë, duhet përsëri të merret me gjak, një pronë e cila është e vlonjatëve, por duan t'ua japin armiqve, në këtë rast izraelitëve. Kjo letër ishte nga kjo zonjë me tmerrin që ka parë ditën e djeshme në këtë zonë.